Kur themi klarinet dhe tingulli i jashtëzakonshëm që del nga ky instrument, në këtë edicion të Albinës Got Talent na shkon mendja vetëm tek një konkurrent, tek një finalist. Erden Aisali na sjell magji në këtë mbrëmje finale dhe e ndjekim pikërisht tani. Tisha se ju do merr dikë këdo kë keni afër dhe të kërceni dhe të shihoni performancën e tij. Vjen në sken Erden Aisali.
Bravo! Faleminderit. Faleminderit shumë. Erdenaj, dikush nga kolegët, apo unë nuk më kujtot, ka thënë që ti ke lindur për klarinet. Unë po them se klarineti lind në duar tua, merr jetë. Absolutisht. Merr jetë. Faleminderit shumë, faleminderit. Bëhet një gjë e gjallë. Faleminderit. Na dhuron dashni e emocion e gzim gjithve. T'lumt. Faleminderit. T'lumt, Faleminderit. pa asnjë dyshim. Erdenaj, kur ti kap notat e larta me klarinet, mua më ndodhin gjëra të çuditshme. Besoj shkoj në ekstaz. Shkoj në ekstaz. Po, ekstaz. Emocione të jashtëzakonshme. Ma beso. Jo të Vërtet. Do beson më ndodhin vërtet ndjesi shumë të çuditshme. Ke një talent, një teknik të jashtëzakonshme, edhe unë do uroja shumë që ti me këtë talent, me këtë instrument, të shkelje skenat më të mëdha botërore, sepse meriton, vërtet. Ta them me gjithë zemër. Faleminderit. Jashtëzakonshëm. Ti çfarë bëre sonte të kanë dëgjuar të gjallë dhe ata që janë në botën tjetër, në të gjithë frekuencat e mundshme. Faleminderit. Unë ti do të përdorja për të pushuar luftrat në botë. Do të vi aty në mes dy luftra, urdhë ti filloi i bie klarinetës se nuk dhe kishte paqe bota. Nuk kam fjalë fare, nuk kam fjalë. Faleminderit shumë, faleminderit. Absolut. Je talent dhe më vjen mirë që një magji dhe meshtri e madhe qëndron tek një voglushti që ti se i vogla akoma. Bravo e madhe për ty. Faleminderit shumë. Faleminderit. Bravo.